Kryesia e Bashkisë Islame të Kosovës, më saktësisht Drejtoria e Haxhit dhe Umrës, ka përfunduar me sukses të gjitha përgatitjet për kryerjen e haxhit për këtë vit. Materialet informuese janë shpërndarë me kohë, pasaportat janë dorëzuar dhe çdo gjë është gati që haxhilerët nga Kosova të fillojnë kryerjen e këtij obligimi. 1576 haxhilerë nga Kosova do të marrin rrugën drejt vendeve të shenjta për të kryer njërin prej obligimeve të fesë islame. Po përgatitit kanë shku me rregull dhe me kohë, gjithçka është gati, tashmë se janë ofruar edhe orarët e fluturimit. Nisja bëhet me datën 24/5, eventualisht edhe e zën pak datën 26, ndërsa kthimi është me datën 16 dhe 17 qershor të muajit të ardhshëm. Haxhiu më i ri për këtë vit është një 15 vjeçar nga Prishtina, ndërsa më e moshuara është një 85 vjeçare. Numri haxhive në total ashtu siç edhe e kemi të përcaktuar kuotën nga Mbretëria e Arabisë Saudite, e kemi 1576 haxhi. Në këtë numër dikon më i ri është 15 vjeçar, është një djalë, ndërsa më i moshuari është një grua dikon rreth 85 vite. Por haxhilerët nga Kosova do të përkujdesen disa udhëheqës, të cilët do të ndihmojnë dhe këshillojnë haxhilerët për kryerjen e këtij obligimi. Tashmë vetëse kanë filluar me ligjërata informuese dhe kanë shpërndarë gjithçka çfarë u nevojitet haxhilerëve. Gjithsesi që është një udhëtim i veçantë, është udhëtim jetik. Haxhi është udhëtim i jetës në fakt. Patjetër që Bashkia Islame ka disa ditë që e ka sensibilizuar, po themi masën, haxhi që kanë me shku me njoftime të ndryshme, i kemi ndarë në grupe, po flasim fillimisht për haxhit e Prishtinës, dhe secili hoxh mirët pastaj me grupin e vet. Unë jam imam në xhaminë e Veternikut. Në këtë dile ja kemi marrë një seminar para përgatitor, dikon 2 orë. I kemi njoftuar me çështjet kryesore prej para përgatitjeve emocionale dhe psikologjike nga këtu, gardaroba, çka duhet e pastaj edhe kryerja e ceremonive atje. Nga 24 maj, haxhilerët nga Kosova do të nisin rrugtimin drejt vendeve të shenjta, ku do të qëndrojnë atje deri më 17 qershor.